Kjo rruga kryesore e Vlorës duket shumë bukur. Ja nga vitet më të mira të Vlorës. Po me thënë drejtën kemi qëllu dje gatrum rrugën se na çote GPS-i iPhone-it në për lagje gabim. Kishe ca rrugica këtu në Vlorë. U dukte zvetja sikur isha në Tiranën e 95-s, 96-s. S'kisha as i lloj trotuari, as i lloj asfaltit, vetëm me çakull, zhavor. Kështu që kujdes mos u ngatroj GPS-i. Tu pas kam bërë një info point shumë të bukur. Është për ata që duan të bëjnë udhëtime në Karaburun. Unë kam vizituar Karaburunin që nga vite 2000. Në atë periudhë shteti ka qenë luftë me skafe dhe trafiqet e palishme. Normalisht policia kishte disa skafe shumë fuqishme, ose ky që po shikonin video. Ishin skafe që sekuestroheshin det dhe i përdorte policia dhe ishin shumë fuqishëm. Hajde do shkoj mos u hidh në det, oh. Hajde se s'kem borxhet. Unë kisha kohë pa ardhur në Vlorë. Sot më kujtoa hera e fundit që erdha. Ka qenë ajo periudha para disa vitesh që era zjarr në Karaburun. Dhe mbaj mend që kanë qenë këto çunat që bënin guida turistike dhe sa herë që kalonin andi nga mbrapa malit, bënin video të shkretët. Ka rënë zjarr, po asnjëri s'bëta asgjë për t'i fikur. Kurse kur erdhi tymi tu në qytet, tha ndim ushtria se u dogjëm, u dojë llogaraja. Dhe kam qenë me një kolegën time atë periudhë. Erdhën për të bërë një kronik për zjarret dhe çfarë po bëte shteti për t'i fikur ato. Dhe qelluam që hypën te helikopteri Cougar i ushtrisë për të parë se si punohet, si e marrin ujin, si e çojnë majt malit për ta fikur. Dhe më kujtohet që ka qenë një zhurmë shumë e fortë aty brenda, saqë te lidhja direkte që bëm nuk u dëgjua asgjë se çfarë thoshte gazetarja. Kaq ishte video për sot nga qyteti i Vlorës. Më duhet ta mbyll të video sepse kolegu im po më kërkon t'i bëj një foto se do ikim për Tiranë. Kalofshi bukur dhe mirupafshim.